Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 14 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky ju ftoj që t'i ndiqni. 14 janari është dita e 14 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 351 ditë. Ngjarje 1501. Martin Luther, 17, hyn në Universitetin e Erfurtit. 1539. Spanja anekson Kubën. 1832. Shkrimtari amerikan Edgar Allan Poe shkroi tregimin e tij të parë të shkurtër Mercegenstein. 1858. Napoleon Bonaparte i parë i shpëtoi një tentimi për vrasje. 1913. Lufta e parë ballkanike, Greqia mundi turqit në Bizant. 1943. Franklin D. Roosevelt dhe Winston Churchill fillon konferencën e Casablancës për të diskutuar strategjinë dhe për të studiuar fazën e ardhshme të luftës. 1953. Josip Broz Tito u zgjodh presidenti i Jugosllavisë. 1954. Hudson Motor Car Company u bashkua me Nash Kelvinator Corporation dhe formuan American Motors Corporation. 1994. Presidenti amerikan Bill Clinton dhe ai rus Boris Yeltsin nënshkruan marrëveshjen e Kremlinit. 2012. Qeveria shqiptare prezantohet zyrtarisht logon për 100 vjetorin e pavarësisë. Logoja është realizuar nga Zeni Ballashi. Lindje 1741. Lindi Benedikti Arnold, ushtarak amerikan. 1919. Lindi Giulio Andreotti, politikan italian. 1941. Lindi Milan Kuqan, politikan dhe burr shteti sloven. 1958. Lindi Goef Tate, vokalist amerikan. 1961. Lindi Mike Trump, vokalist danez. 1963. Lindi Stephen Soderbergh, regjisor amerikan. 1967. Lindi Zach Boyde, kitarist amerikan. 1973. Lindi Giancarlo Fisichella, pilot italian i Formula 1. 1977. Lindi Nairan Kathikeyan, pilot indian i Formula 1. 1982. Lindi Victor Valdez, portier spanjoll. Vdekje 1676. Vdiq Pier Francesco Cavalli, kompozitor italian. 1742. Vdiq Edmund Halley, astronom anglez. 1753. Vdiq George Berkeley, filozof irlandez. 1898. Vdiq Lewis Carroll, matematicien dhe letrar britanik. 1957. Vdiq Humphrey Bogart, aktor. 1978. Vdiq Kurt Gödel, matematicien. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e Giulio Andreottit, i cili ka pasur një karrierë të gjatë në politikë, ku ka shërbyer si një kryeministër në Itali dhe si deputet për periudha të caktuara kohore. Ju ftoj që ta ndiqni. Giulio Andreotti, Rom 14 janar 1919, Rom 6 maj 2013. Ishte një politikan, shkrimtar dhe gazetar italian. Ai ishte një nga eksponentët kryesor të demokristianëve, një parti udhëheqëse në jetën politike italiane për pjesën më të madhe të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Ai mori pjesë në 10 zgjedhje të përgjithshme kombëtare. Ai ishte kandidati me më shumë preferenca në Itali në 4 raste, në 1958, 1972, 1979 dhe 1987, dhe i dyti në 6 të tjerat, në 1948 dhe 1953,
pas Alcide De Gaspari në 1963 dhe 1968, pas Aldo Moro në 1976 dhe 1983, pas Enrico Berlinguer. Më në fund, në vitin 1991, u emërua senatori i përjetshëm nga presidenti i Republikës Francesco Cossiga. Nga viti 1945 deri në vitin 2013, ai ishte gjithmonë i pranishëm në Asamblenë Legjislative Italiane, nga konsulta kombëtare në Asamblenë Kushtetuese dhe më pas në Parlamentin Italian, që nga viti 1948 si deputet deri në vitin 1991 dhe më pas si senatori i përjetshëm. Andreotti ishte politikani me numrin më të madh të posteve qeveritare në historinë e Republikës. Ai në fakt ka qenë 7 herë kryeministër, përgjithsej 2652 ditë, pra 7 vjet, 3 muaj e 7 ditë dhe 34 herë ministër i Republikës, duke marrë parasysh edhe postet e përkohshme, 8 herë ministër i mbrojtjes, 5 herë ministër i punëve të jashtme, 3 herë ministër i holdings shtetëror, të gjitha ad interim, 4 herë ministër i buxhetit dhe planifikimit ekonomik, 2 herë ad interim në të njëjtën qeveri Andreotti 5 nga 27/3/1979 deri më 28/3/1979 dhe nga 15/7/1979 deri më 3/8/1979, 3 herë ministri i industrisë, tregtisë dhe zejtarisë, 2 herë ministër i financave, ministër i brendshëm 2 herë, herën e parë vetëm 35 vjeç, është ende më i riu i zgjedhur në këtë detyrë në historinë e Republikës. Herën e dytë ishte i përkohshëm në qeverinë e tij të katërt, 2 herë ministër i trashëgimisë kulturore dhe mjedisit ad interim, 2 herë ministër për ndërhyrje të jashtëzakonshme në jug, në qeveritë Moro 4 dhe Moro 5, dikur ministër i thesarit, dikur ministër i politikave komunitare ad interim, dikur ministër për koordinimin e kërkimit shkencor dhe teknologjik, në qeverinë e tij të 5. Në historinë e Republikës Italiane, Andreotti është kryeministri i dytë për nga numri i ditëve në detyrë, i tejkaluar vetëm nga Silvio Berlusconi. Në kapërcyllin e shekujve 20 dhe 21, ai u akuzua në një gjyq për krimin e bashkimit kriminal të tipit mafioz. Ai u shpall i pafajshëm në shkallën e parë nga gjykata e Palermos në një dënim të 23 tetorit 1999. Gjykata e apelit e Palermos, me një dënim të datës 2 maj 2003, i shpalli krimet e kryera para pranverës së vitit 1980 si të kryera, por të parashtruara, ndërsa lirimi u konfirmua për të gjitha ngjarjet e mëvonshme që nga gjykata konstatoi se pas kësaj date, edhe si pasojë e vrasjes së presidentit Kristian Demokrat të rajonit të Sicilisë, Presanti Mattarella, ai ndryshoi qëndrimin e tij duke ndjekur një angazhim të prerë antimafia të kryer në vendin e tij të veprimtarisë politike. Më në fund, kasacioni konfirmoi dënimin e apelit dhe Andreotti pagoi shpenzimet e procedurës. Ai ishte martuar nga viti 1945 me Livia Danese, me të cilën pati 4 fëmijë, Marilena 1946, Lamberto 1950, Stefano 1952 dhe Serena 1954. Në korrik 2007, ai i dhuroi arkivit të tij personal, më pas duke rritur dhurimin dokumentar deri në zhdukjen e tij, Institutit Luigi Sturzo. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku do të flasim për KFC. A e dini se si është zhvilluar KFC? KFC është padyshim një nga ekskluzivitetet më të suksesshme të restoranteve të ushqimit të shpejtë në botë. Kentucky Fried Chicken, ose për shkurt KFC, është rritur nga një dhomë pasme në një pikë karburanti, në mes të askundit për të bërë de facto zinxhiri i restoranteve të ushqimit të shpejtë të pulave në botë. Sot ajo gëzon një prani masive globale dhe ushqimi i saj shijohet nga miliona njerëz çdo ditë. Kentucky Fried Chicken, i njohur sot si KFC, u inkorporua në vitin 1955 nga Cole Harland Stardust në Corbin të Kentuckys, por historia e saj fillon pak më vonë. Sanders lindi në 1890 dhe në moshën 18 vjeçare u largua nga shtëpia për të punuar si fermer pas një fëmijërie të drezuar. Në moshën 15 vjeçare u largua nga ferma për të punuar në një stër punësh me sukses të përzier.
Punët e tij të ndryshme përfshinin të provonte dorën e tij si piktor, zjarfikës e kurrëdor, parmendës, transportues tramvaje, operator trakete, shitës sigurimesh, drejtues i paqes dhe operator stacioni shërbimi. Në vitin 1929 Harland kishte hapur pikën e tij të karburantit në Corbin të Kentuckys, kështu ai gatuan për familjen e tij dhe klientin e rastit në dhomën e pasme. Sanders me të gjitha llogarit i pëlqente të përdorte recetat që nëna e tij mësoi të bënte: pule skuqur në tigan, prosciutto fshati, perime të freskëta dhe biskota shtëpiake, për të përmendur disa. Duket se ai ishte një dorë e dobët në gatim dhe lajmet filluan të përhapeshin shumë gjerë, duke i mundsuar atij të hapte një restorant me motel në 140 vende aty pranë. Në vitin 1936 Sanders u nderua me titullin kolonel Kentucky nga guvernatori i shtetit. Rreth kësaj kohe Sanders gjithashtu filloi të përsosë një metodë për të përshpejtuar procesin e gatimit për gatimin e tij me presion të pulës. Kjo zvogloi kohën e nevojshme për të gatuar pulën e tij duke ruajtur sipas tij cilësinë e ushqimit. Gjërat po shkonin mirë dhe ai madje mori një menaxhim në aventurat e Guggenheim në ushqimin e mirë në 1939. Nga fillimi i viteve 1940 Sanders kishte përsosur recetën e tij origjinale me 11 barishte dhe erza. Kjo nuk u zbulua kurrë për publikun, por siç e pranoi ai, ishte bërë nga përbërës që qëndrojnë në raftin e të gjithëve. Por ardhja e luftës së dytë botërore dhe racionimi i gazit detyruan ato të mbyllte dyqanin pasi turizmi ra. Modelit e kafeneja çaluan pas një ngritje të shkurtër pas luftës. Ndërtimi i planifikuar i Interstate 75 në vitet 1950 do të anashkalonte Corbin kërcënoi plotësisht qëndrueshmërinë e ardhme të biznesit të tij. Sanders kishte nevojë për një plan të ri. Call center shiti dhe udhëtoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'u dhënë recetën e tij pronarëve të tjerë restorantesh. KFC, siç e njohim sot, lindi. KFC nuk është një markë që ka mbështetur në dafinat e saj gjatë gjithë historisë së saj, që në fillimet e saj teknologjia më e fundit të shkërkuar për t'i mbajtur ata përpara lojës. Së fundi KFC ka njoftuar se ata po provojnë pulën me bazë bimore për të shtuar në repertorin e tyre opsionet e vakteve në Atlanta të Georgias. Duke punuar me Beyond Meat, një kompani proteinash me bazë bimore, e klientëve do t'u jepet opsioni në bazë të mostrës falas për të kërkuar komentet e tyre. Ata kanë eksperimentuar dhe me kriptovalutat në vitet e fundit, që nga janari i vitit të kaluar, KFC Kanada ka lejuar klientët të blejnë the Bitcoin Bucket përmes faqes së internetit të KFC. Suksesi i KFC nuk ka të bëjë vetëm me cilësinë dhe shijen e shkëlqyer të ushqimit të tyre. Marketingu ka qenë një nga kartet e tyre ace që në ditët e para të viteve 1950. Në vitin 2017, një pjesë fantastike të PR KFC njoftoi se po lëshonte një sanduiç pule në hapësirë, por përqafimi i tyre i teknologjisë është shtrirë dhe në trajtimin e stafit të saj me teknika dhe pajisjet e aktivizuara me zë. Mediat sociale dhe kodet VR po i ndihmojnë ata të përmirësojnë aftësinë e fuqisë punëtore. Në Kinë, ekskluzivitetet eksperimentojnë gjithashtu me njohjen e fytyrës për të ndihmuar në krijimin e restoranteve të zgjuar. Ideja është të mbani mend zgjedhjet e mëparshme të një klienti dhe të krijoni opsionin e personalizuar për ta kur ata vizitojnë radhën tjetër. Rritja e KFC nga një restorant i vogël ansor në një të madh me degë të shumta në mbar botën është e pabesueshme. Ata tani po lëvizin me baticat për të përfshirë teknologjinë në shërbimet e tyre dhe për këtë qëllim ne mund të shohim vetëm kërcime më të larta të rritjes nga bashkëpunimi i shumë kombësh. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio e vlerave ushqyese të patateve. Patatja, e cilësuar edhe si mbretëresha e bimëve barishtore, është një aleate e fuqishme për shëndetin ton. Ajo përmban potasium, vitamin C, karbohidrate, të cilat ndikojnë për të neutralizuar diabetin, ndihmojnë kockat dhe hidratojnë lëkurën. Patatet rezultojnë të pasura me vitamin C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e indeve të shkaktuara dhe të shkataruara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Ndihmojnë jashtëzakonisht aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve. Patatet janë shumë të pasura me karbohidrate komplekse, teje të këshillueshme për çdo që vuan nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet të shpërbëhen në sheqerna të thjeshtë përpara se të jenë ngëlltitur. Pasi mbajnë në kontroll glicemin, patatet të japin ndjesinë e ngopjes, çka ndihmon
në mbajtjen në kontroll të urisë dhe humbjes së peshës. Prania e vitaminës C dhe B komplekse ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Tretja, meqense patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti i bën patatet një ushqim të mirë për pacientët dhe për ata që nuk tresin dot ushqimet e forta, por që ka nevojë për energji. Kujdesi i lëkurës, vitamina C dhe B kompleks, si dhe mineralet, kalium, magnez, fosfor dhe zink janë të vlefshme për lëkurën. Reumatizma, vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për një lehtësim në reumatizëm. Patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm apo të jashtëm. Ato heqin inflamacionin të zorët dhe ndihmojnë sistemin tretës. Funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, i furnizimit me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore, siç është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjithë nevojat të përmendura më lart. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak, e cila nuk lë për lodhje trupin dhe bën atë aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesor hekurin. Patatet përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë për këtë funksion. Fosfori dhe zinku, të gjetura në patate, janë të vlefshme për trurin. Përveç vitaminave B kompleks dhe C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, lutein dhe xanthin, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Por, përsëri, patatja ngrej nivelin e glukozës në gjak dhe konsumimi i tepërt mund të çojë në trashje gjaku, gjë e cila mund të vërë në presion të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit diabetik. Gurët në veshka. Gurët në veshka janë shkaktuar kryesisht nga niveli i lartë i acidit urik në gjak. Në raste të tilla, proteinat duhet të shmangen, veçanërisht proteinat shtazore, të tilla si mishi, karkalecat dhe ushqimet e detit. Hekuri dhe kalciumi gjithashtu ndihmojnë në formimin e gurit. Patatja është e pasur me të dyja këto dhe normalisht nuk përshtatet nga kjo pikpamje. Por, kjo është shumë e pasur me magnez, i cili refuzon grumbullimin apo depozitimin e kalciumit në veshka dhe në indet e tjera, duke bërë të dobishëm kundër formimit të gurve. Diarea. Patatja është një ushqim i pasur me energji për ata që vuajnë nga diarea, pasi patatet treten lehtë dhe janë të buta. Por konsumimi i madh i tyre mund të shkaktojë diare për shkak të goditjes së tepërt të nishtes tetë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 14 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të pakta në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me kthjellime në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare në veri dhe në disa zona bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 janar do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 10 gradë Celsius.
Kukës 2 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi 1 deri në 5 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 4 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 5 deri në 10 gradë Celsius. Berat 4 deri në 12 gradë Celsius. Korç -1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 4 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 7 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 14 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica të lehta lokale, ndërsa pasditja vijon me kthjellime dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi të shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi të ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.